Rreth 60.000 studentë të universiteteve publike të Tiranës do të përfitojnë brenda një kohe të shkurtër shërbime publike falas ose me tarifa të reduktuara. Përfitimi vjen nga pajisja me kartën bashkiake të studentit, një premtim elektoral i mbajtur i kryetarit të bashkisë Lulzim Basha. Karta e parë, që i përket një studente të Universitetit Bujqësor, u prezantua nga vetë kryebashkiaku, pas nënshkrimit të një marrëveshje me rektorët e universiteteve publike në Tiranë. Të parën për cilëve e kam këtu sot para jush dhe i përket pikërisht zonjushës Sena, studente e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Një qinditësh i parë shënonte si një objektiv kryesor përfundimin e përgatitjeve për kartën bashkiake studentëve. Tirana ka një objektiv ambicios, të cilit po i afrohet me shpejtësi, të jetë qyteti 100.000 studentëve. Dhe këta studentë përfaqësojnë një energji të veçantë, nga e cila Tirana ka përfituar dhe do të vazhdojë të përfitojë edhe më shumë. Por po kështu, duke investuar të këta studentë, qyteti Tiranës, qytetarët e Tiranës, ekonomia Tiranës, investojnë të ardhmen e tyre. Sistemi ynë është gati, ne brenda një kohe jo më gjatë se 2 javë deri 1 muaj jemi gati të prodhojmë dhe pastaj të japim kartat për shpërndarje pranë universiteteve publike. Ndihem i kënaqur që në kuadrin e preokupimit, seriozitetit, angazhimit dhe premtimit që në periudhën parazgjedhore kryetari i bashkisë bëri për strukturat studentore, e fillojmë pikërisht me ata, me studentët, me këtë kartë. Ju falenderoj në emër tyre. Kjo marrëveshje pritet të aplikohet edhe me universitetet private. Po kështu, marrëveshje do të nënshkruhen me të gjitha universitetet jo publike të qytetit Tiranës. I gjithë sistemi do të jetë i kontrollueshëm në mënyrë elektronike nëpërmjet databazës këtu në Bashkinë e Tiranës, por edhe nëpërmjet një faqe online të aksesueshme nga studentët dhe gjithë përdoruesit dhe ofruesit e shërbimeve në kuadër të këtij projekti. Por çdo të përfitojnë konkretisht studentët nga kjo kartë. Panimisht deri tani është rënë dakord me Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për hyrjen falas në muze, në Galerinë e Arteve, në Teatrin e Operës Baletit, në Stadiumin Qemal Stafa me përjashtim të ndeshjeve kombëtare, ku do të vazhdojmë negociatat me federatën, në Pallatin e Sportit Aslan Rusi, me postën shqiptare për tarifa zero dhe të reduktuara për të gjitha shërbimet që ofron, me shoqatën e bankave dhe Bankën e Shqipërisë për tarifa të reduktuara për shërbimet, lehtësira për marrje kredie për studime. Jemi në proces negocimi me Ministrinë e Transportit dhe komunitetin e ofruesve të shërbimit të transportit publik në Tiranë për të ofruar shërbim transporti publik falas për studentët e Tiranës. Po vazhdojmë diskutimet me dhomën e tregtisë për të përcaktuar të gjitha modalitetet për bizneset që dëshirojnë të ofrojnë shërbime. Një numër i madh i këtyre bizneseve tashmë kanë bërë ofertat e tyre këtu në Bashkinë e Tiranës, ofertat të cilët do të përfshihen në shërbimet që kjo kartë ofron. Pjesë e projektit të Bashkisë së Tiranës për krijimin e kushteve më të mira në universitete, në bashkëpunim me qeverisjen qendrore, është edhe ndërtimi i korpusit të ri universitar.